Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbeten pa kontestueshëm partneri më strategjik i Republikës së Kosovës gjatë gjithë historisë së vet, edhe gjatë së tashmes dhe të ardhmes. Aktualisht bashkëpunimi ynë është më i ngushtë se kur, në veçanti në fushën e mbrojtjes, siç e kemi parë. Janë pak shtete të botës në administratën e re të presidentit Trump që kanë një marrëveshje siç e kemi ne tashmë sa po është kthyer ministri maqedonci nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fazën e tretë të procesit të transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri të Kosovës, që e tregon edhe përkushtimin, edhe angazhimin ton si shtet e natyrisht edhe si institucione në një partneritet të tillë. Referenca që po i bëhet gjithsesht përsëritja e deklaratës së presidentit Trump tashmë nga leximi unë shoh edhe një referencë për marrëveshjen e kaluar, për arsye se ai decisivisht thekson që ka parandaluar një konflikt të mundshëm midis Kosovës dhe Serbisë si rrjedhojë e diplomacisë së suksesshme të tij në atë referencë, dhe pastaj referohet presidentit pasues së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, presidentit Biden. Prandaj, përtej asaj, në të gjitha interpretime tjera që po i dëgjoj, po besoj që ka më tepër zell të brendshëm lokal për të përfshi në një formë ose tjetër, sesa që kam pa referencë të saktë në raport me ngjarjet në Kosovë. Sot e dëgjova deri tek interpretimi se presidenti ose presidenti Trump ka bërë thirrje për konstituim të institucioneve. Jam mëse e bindur se me krejt çfarë po ndodh në botë, pak vëmendje ose fare vëmendje ne si shtet ose si Ballkan kemi aktualisht në agjendën time. Megjithatë, prapë po e ritheksoj që me gjithë mekanizmat prej Departamentit të Shtetit dhe ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Kosovë jemi të përkushtuar në ngritje dhe forcim të partneritetit. Kjo çfarë po ndodh këtu aktualisht është përgjegjësi e një klase politike të përbashkët dhe të përdoret një deklaratë e presidentit Trump në luftën politike të brendshme më duket paksa absurde. Po sipas edhe kushtetutës dhe sipas ligjeve në fuqi kemi një qeveri e cila është në detyrë dhe e cila është aty derisa zvotohet një qeveri tjetër në Kuvendin e Republikës. E për të ardhur deri te ai votim duhet të kemi së pari pjesëmarrje në proces të votimit në mënyrë që të kemi qartësi edhe mbi forcën politike të secilit grup parlamentare, gjithashtu edhe konstituimin e institucioneve.